Shqiptarët kanë festuar në New Jersey të Shtetet Bashkuara të Amerikës 213 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë. Komiteti shqiptar atje ka festuar në mënyrë të veçantë të ditë signifikative për vendin tonë, ku fillimisht u mbajnë disa fjalime mes tyre, ku ishte i pranishëm edhe gazetari Denion Dernika. Fëmijët veshur me kostume tradicionale shqiptare kërcyen me ritme dhe valle, ndërsa prindërit e tyre ndanë historinë rreth 28 nëntorit 1912. Dhe për të komentuar këtë ceremoni shumë interesante zhvilluar në ambient në Bergen County, në bashkinë ose në një nga zyrat kryesore të kësaj konteje, kam kolegun Denion Dernika. Denion, përshëndes. Faleminderit që u bashkove. Atëherë, nda 25 ju keni kryer festimet për ditën e pavarësisë. Trego pak çfarë ndodhi, kemi të pamje gjatë gjithë kohës, do doja të kisha pamje edhe Denionin. Po, Denion. Kjo ishte, pra në 25 nëntor ishte dita e parë në gjithë Shtetet Bashkuara që komuniteti shqiptar-amerikan filloi festimet për pavarësinë e Shqipërisë. Ishte pothuajse 5 ose 6 herë që në konten e Bergenit, ajo që përmendet Thimi është qendra ekzekutive, si themi qeveria e Bergenit, pothuajse qarku apo konteja më e rëndësishme në New Jersey, në gjithat kompleks përfshihen prokuroria, gjykata, ekzekutivi, pra gjithçka që është në qendër në qytetin e Hackensack, pra qendra e Bergenit, jo larg në New Yorkut, besoj ke 20-25 minuta. Natyrisht që në këtë vit për të 5-in ose për të 6-in vit radhazi u organizua kjo ceremoni me drejtimin e Aleancës Shqiptare të New Jersey. Interesante është sepse në këtë rast përveç se ambasadori Bushati i Shqipërisë në Shtetet Bashkuara, Ervin Bushati, mori pjesë për të 3-in vit radhazi, ai gjithashtu për të 3-in vit radhazi mori një lloj certifikate mirënjohje nga konteja e Bergenit, duke theksuar edhe vetë takim që ndoshta është Denion, Denion, për ta saksuar nga konteja, jo nga komuniteti shqiptar, pra nga konteja nga Shtetet Bashkuara, jo nga komuniteti shqiptar. Nga konteja e Bergenit. Po, nga ekzekutivi, nga qeverisja e Bergenit, pra është e treta herë radhazi. Natyrisht që nuk është thjesht thelbi për praninë e një ambasadori, sepse cili do që mund të jetë kohën e gjen në mos tani herën tjetër, por e rëndësishme është që i ka rastisur, po themi, zotit Bushati që të jetë gjithmonë në krahun e Aleancës Shqiptare New Jersey, duke marrë përsipër një udhëtim jo të vogël që nga Washingtoni dhe për të zhvendosur mandej në qytete të tjera, për shtete të tjera, Philadelphia apo New York. Zakonisht New Jersey fillon gjithmonë i pari, po këtë radhë filloi më i pari se i pari, sepse ishin parashikuar edhe disa veprimtari në Philadelphia. Natyrisht në Staten Island, po ashtu New Yorkut, për shkak edhe të qenies së shkollave shqipe, si në Philadelphia, ashtu në Staten Island, pra që ka një lloj specifike, një lloj veçantie edhe për fëmijët. Natyrisht në New Jersey ka përpjekje ka disa hapa me rëndësi për të krijuar një shkollë shqipe, por unë besoj se do të jetë vetëm çështje kohe për shkak të procedurave që duhet të lëvizin më shpejt, por në gjithë sistemin arsimor, të paktën në zonën e Garfieldit ku jam unë, janë rreth 1200-1250 student, pra që nga klasa e parë fillore deri në, po them që nga kopshi deri në gjimnaz. Madje shumë prej nxënësve, po them nxënësve të mi janë shqiptarë dhe ne arritëm të nxjerrim ata gjatë ceremonive përpara shkollës në drejtimin e principalit, pra të drejtorit të shkollës, Riçi Rigoriozo, ish kryetari i bashkisë, madje pas shpinës time është shtëpi e tij, pra pa me kryetarin e bashkisë, pa bodyguard dhe pa makina. Pra kjo ishte një veçanti që ne i nxjerrim, domethënë fëmijët dalim në sheshet e shkollave, fëmijët shqiptarë si konkret, gjë që unë nuk e kam parë në këto 3 vite dhe ca me komunitetet e tjera dhe me festat e tjera. E dyta, se po e zgjas fare pak Thimi, është që shumë komunitetet e tjera, kryesisht peruanët apo kolumbianët, janë të pranishëm në festimet e shqiptarë. Natyrisht se të tjerë nuk mund të duan, por ndoshta edhe afrimiteti në Garfield, në zonën e Bergenit është më shumë nëpërmjet këtyre komuniteteve përfshi zgjedhjen e bordeve të ndryshëm.